Zoti Qori tani si po shkon fushata elektorale, si e përballoni fushatën pa para, sepse se këtu iden shumë para në zgjedhje. Para e madhe, e kupton. Ti tani. Po para ju duhet atyre që kanë humbë autoritetin popull, respektin e popullit ndaj tyre. Para ju duhet korruptuarve, atyre që kanë vjedhur to 34 vjet, sepse nëpërmjet paras ende shpresojnë se do të bindin një pjesë shoqërisë që i votojnë ata. Ne nuk na duhen shumë para, na duhen jashtëzakonisht pak para, na duhen para sa për të printuar një fletush të thjeshtë, edhe në një pjesë Shqipërisë sa për të hedhur naftë një makine. Unë ngrihem në orën 6:30 zakonisht, edhe hypim 3-4 vetë në një makinë dhe në qytetet tjera na presin aktivistët tanë që banojnë ato qytete. Nuk ose të çojmë një karvan me makina qytet në qytet siç bëjnë partitë e tjera, dhe aty shkojmë në çdo treg, shkojmë në çdo derë qytetare, flasim me njerëzit dhe shumica dërmuese e njerëzve jo vetëm na japin drejt, po edhe na mirëpresin. Në të rrallë na ndodh që thotë edhe dikush plaç, po jemi mësuar sepse duke takuar qindra njerëz çdo ditë, e shumë më tepër pastaj gjatë javëve edhe muajit fushatës, jemi mësuar me gjithçka. Fushata jonë është autentike, është shprehje e frymës tonë. Ato imazhe që ju dhat janë pak prej mira imazheve të përditshmërisë tonë, anë kënd Shqipërisë. Ne besojmë në një politikë ndershme, ne besojmë tek e vërteta politike, shoqërore, ne besojmë tek mënyra e thjeshtë ose stili i thjeshtë, e themi, të bërit politik, mirë po kjo e shoqëruar me ide të mëdha dhe një program jashtëzakonisht serioz. Qartë. Edhe një pyetje kam unë për ju ndër të parat. Zoti Qori, një nga kritikat që artikulohet shpesh në politikën shqiptare është personalizimi i partive. Por fatkeqësisht deri tani dhe i partive të reja. Tani në si përshoj. Ne themi Berisha dhe në kuptojmë partia, ne themi partia dhe në kuptojmë Berisha. Ne themi Edi Rama dhe në kuptojmë partinë, ne themi me radhat Vargjit e Majakovskit. Ti transferojmë në Shqipëri. Është e njëjta gjë. Por ky fenomen vjet edhe te partitë e reja. Partia është përgjithsisht një person. Nëse largohet Arlind Qori nga Lëvizja e Bashkë, a është me kjo parti? Sigurisht që partia është, do tjetë edhe pa mua, ndonë se unë kam dërmend të jem gjithë jetën aktivisti thjesht i Lëvizjes Bashkë. Sigurisht nuk kam dërmend të jem gjithë jetën kryetari i Lëvizjes Bashkë. Shpresoj që dikush tjetër sa afërmi ta kryej detyrën tyme. Një nga veçoritë e Lëvizjes Bashkë është dhe mënyra se si ne kemi vendosur për të ndërtuar listën tonë të kandidatëve. Lëvizja Bashkë është vetëm parti që nëse zgjedh vetëm një deputet në parlamentin e Shqipërisë, sigurisht ne mendojmë do zgjedhim shumë deputet, po nëse zgjedhim vetëm një deputet në parlamentin e Shqipërisë, ky deputet nuk kam për të qenë unë, po ka për të qenë shoku, kolegu im, Redi Muçi, që është këtu me mua. Tani sigurisht, vëmendja publike në Shqipëri është edukuar pak nga partitë e vjetra, që ta lidh gjithmonë një parti me fytyrën e njeriu. Kështu që edhe ne i heqim ca kosto për inerci të kësaj kulture politike jo të shëndetshme që është krijuar, ama ne kemi shumë figura shumë të mira politike, njerëz të mirë përgatitur, me karizëm, edhe me një profil publik në ngritje, që mund ta bëjnë po aq mirë në mos më mirë se unë këtë punë. Edhe në takimet tona, unë nuk flas më shumë se të tjerët, unë nuk flas përpara të tjerëve dhe nuk përqendrohet gjithë vëmendja tek unë. Kemi shumë aktivistë, kemi shumë njerëz të përgatitur. Do t'ju kujtoj që për programin ton kanë kontribuar mbi 50 antarë tanë që janë ekspert dhe studiues të fushave të ndryshme, dhe këta janë dhe njerëz që kanë kapaciteti që nesër, në qoftë se qytetarët na mbështesin me votë, të qeverisim Shqipërinë. Për shpëtej sloganeve, përse ekziston Lëvizja Bashkë? Për çfarë i thoni shqiptarit të bëhen bashkë? Po, ne nuk u thrasim të gjithë banorëve të Republikës së Shqipërisë që të bëhen bashkë. Natyrisht. Ne nuk u thrasim korruptuarve, ne nuk u thrasim oligarkëve, ne nuk u thrasim njerëzve që kanë abuzuar deri më sot me besimin e shoqërisë shqiptare. Ne i thrasim shumicës dërmuese deri më sot pa përfaqësuar. Ne u thrasim disa subjekteve shoqërore
që askush nuk ka përmendur emrin këto 30 ca vite, duke nisur nga punëtorët. Kur nuk ka pas një parti politike në 34 vitet e fundit që ka të ketë shtruar çështjen e punës dhe drejtave të punëtorëve, siç ka bërë Lëvizja Bashkë me minatorët, me punëtorët e fasonerive, me naftëtarët dhe me çdo tjetër. Nga ana tjetër, ne jemi një parti që përpiqemi të përfaqësojmë të tjerë të papërfaqësuar, të rinjt, pensionistët. Kemi organizuar 8 protesta me pensionistë. Sot kishim një takim te Partizani i panjohur kur parashtruam idetë tona për pensione. Po ashtu, shtresë e mesme, bujqit dhe çdo që nuk merr atë që meriton dhe nuk vlerësohet sipas kontributit në shoqërinë tonë. Por nga ana tjetër, Lëvizja Bashkë është e vetmja parti që i kundërvihet me të gjitha forcat e saj oligarkisë ekonomike. Këtij grupi mund ta them, nga pikpamja numerike, jashtëzakonisht pasur, jashtëzakonisht fuqishëm dhe me një impakt shkatrimtar në ekonominë shqiptare. Po ashtu, ne sjellim në politikën shqiptare një virtyt rrallë, fatkeqësisht, në politikë, që është ndershmëria. Dhe lufta e pa kompromis ndaj skeqjes, ndaj korrupsionit dhe ndaj çdo lloj matrapazllëku që na ka mbytur në të gjitha aspektet e jetës, politike, sociale, ekonomike e kështu me radhë. Redi, ju në këtë kontekst, çfarë unë pyeta, ç'mendoni? Sa i përket veçorisë së Lëvizjes Bashkë. Dhe veçorisë së Lëvizjes Bashkë, pse ju jeni bashkuar këtij procesi të gjitha? Po ja t'ju jap një shembull, sepse unë e para punës Lëvizja Bashkë është një parti qartazi e së majtës demokratike, social-demokrate mund të them, e cila i ka munguar Shqipërisë në 35 vjet. Është për herë të parë që ne kemi një program që është qartazi për shtresat e Ju thonë që PS-ja nuk e ka bërë këtë. Asnjëherë, sigurisht në kohën kur ka qenë në opozitë, të dyja madje partitë kryesore të dyja spektrave, si thua, luajnë me propozime sociale, por asnjëherë nuk e ka zbatuar këtë plan. Dhe diçka tjetër, kur partitë e tjera hynë në sistem, ato transformohen dhe i përshtaten sistemit, ndërsa kur Lëvizja Bashkë të hynë në parlament, do të jenë të tjerët që do t'i përshtaten, do të ndryshojnë për hir të Lëvizjes Bashkë. Dhe t'ju jap një shembull të thjeshtë për këtë, madje disa shembuj. Ne para 2 vjetësh kemi mbledhur 21.000 firma për minimumin jetik. Pra kemi bërë një fushat të tërë për minimumin jetik që e kemi quar si projektlik një parlament. E kam parasysh se ne kemi. Ama sot duhet keni vënë re që është edhe Sali Berisha që propozon minimumin jetik, janë edhe këto partitë e reja që propozojnë minimumin jetik, ama ne mendojmë se askush prej tyre nuk e ka seriozisht. Ne bëm protesta sa i përket pensionistëve dhe propozuam vendosjen e pensionit minimal prej 200 eurosh. Atëre kryeministri e cilësoi Arlind Qorin si sude me gjyslyke, sot del dhe si thua përmend të njëjtën gjë që do vendos pensionin 200 euro. Nga ana tjetër, mënyra e të bërit tonë të fushatës, që është kjo mënyra derë me fletushka, është një risi në politikën shqiptare.